Recep Bajrami, një ndër aktivistët e hershëm të çështjes kombëtare në diasporë, i ftuar në emisionin ku janë kërçovarët në televizionin Uskana, ka bërë thirrje publike për unifikim të spektrit politik shqiptar në Kërçov, duke apeluar që të dilet me një kandidat të vetëm shqiptar. Unë jemi gatshëm ta mbroj këtë që tham, që kam edhe të gjithë kërçovarët që janë në Zvicër me këtë ide, po edhe me këta pretendentët sot që dalin me lloj idesh, mendimesh e sugjerimesh, se në qoftë se Kërçova nuk del me një emër, cili do qoftë ai, ama një emër, diaspora nuk do t'i vinë ta votojnë. T'jenë të sigurt për këtë. Kush do që t'jetë? A në qoftë se del me një emër, t'jeni të sigurt që diaspora në ka këtu. Ju kini pa në kur edhe dhe ta fatin mandatin e fundit. Ishte kënaqësi e madhe. E mund njerëzit kanë thënë edhe kanë provokuar edhe se ke ti se të ka thirrë Ali Ahmeti. Jo, ku mesëm ka thirrë Kërçova. Edhe pikë se ai Fatmir Dehari nuk është kryetari i Ali Ahmetit. Është i Kërçovës. Ai është kryetari i Kërçovës. O, era mushu me men kështu. Jo. Ky tendenca dhe përkatësi politike dhe gjithë ata ngarkesa që unë për vete jemi pastë në këtë tim, ajo pak më interesant. Nuk du ta injoroj Ali Ahmeti, asë kanë tjetër, por kur bëhet se për institucion shtetëror, do të vazhdojnë të bëjnë tani me zgjedhje që do të organizohen të orë, në qoftë se kemi fat që kërçovarët të merren vesh në rreth e dalin me një përfaqësues, t'jeni të sigurt, u marr përgjegjësinë njerëzore, morale, gjithë ata, që kërçovarët do t'i keni këtu, do t'jenë këtu, votojnë, ama një kandidat. Qoftë të dalin 2-3 atëherë s'kemi bërë. Ai theksoi rëndësinë e bashkëpunimit dhe unitetit për të ruajtur vazhdimsinë e qeverisjes shqiptare në komunën e Kërçovës edhe pas zgjedhjeve lokale që pritet të mbahen në vjeshtën e këtij viti. Ne votojmë se ke dere komunës Kërçovës, kur hynë, na pret flamuri kuqëzi. E para. Hypim 2 shkallë, na thuhet mirë mëngjesi, mirë dita, mirë se erdhët, dhe ke shkalla e tretë, urno Gjako Çhalke. Në qoftë se nuk e votojnë Fatmir Deharin ose XY shqiptar, këta 3 sene nuk do t'i kemi.